والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Imam Ahmedi në Zuhud se Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Walladhi la ilaha ghayruhu ma ala dhahri al-ardi min shay'in ahwaju ila tuli sijnin min lisan." Thot pashat që nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç atij, nuk ka diçka mbi sipërfaqen e tokës që meriton më shumë të burgoset se sa gjuha. Realitet kjo fjale Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu është përfituar direkt nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e këshillon me ato këshillat domethënë përjetshme Muadhin radhiyallahu anhu, pasi që ja kallzon në hakin e Allahit edhe hakin e robit, pastaj i thot Muadhit, thot kufe alejke hadha. Edhe e ban me dorë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga gjuha e tij, thot maje qëta për gjuhën, kape gjuhën. Tani Muadhi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot a wa nahnu ma khadhuna bima natakallem ya Rasulullah, a mirëmi në llogari në atë që flasim, sikur se Muadhi se ka ditë që domethënë gjuha jep për gjuhën të me dhon llogari. Faktikisht e ka ditë Muadhi radhiyallahu anhu, por ka ditë me unë që çdo sen që e folmi sa që me kap guhën, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur mi thonën domethënë në gjuhën tonë praktike, o Muadh, pse a ka diçka që i shtin njerëzit në xhenem më shumë se gjuha, ha? Çështo. فهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم فهل يكب الناس على النار إلا حصائد ألسنتهم. Pse ka diçka që i gjun njerëzit kështu, që i gjun zemrën e xhenemit përveç se të korrat e gjuhës së tyre. Ajo që kanë bëu, që kanë vepruar gjuhët e tyre. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu po e paraqet që realitet njeriu në jetën e vet ka nevojë me i bë disa kufizime. Me shti diçka për pjesëve të trupit vet në burg. Nëse duhet me shti në burg synin, është në rregull, ka është nevojë. Duhet me shti në burg veshin, ka është nevojë. Duhet me shti në burg dorën, ka nevojë. Duhet me shti në burg komën, ka nevojë. Amo asnjë prej këtyre s'ka nevojë më shumë se sa me shtim burg gjuhën. Se sa me burgos gjuhën, asnjë prej këtyre. As që nuk i afrohet. Po këtë arsye dashur vëllazëni, gjuha është organi pe organeve që domethënë i ka njeri në trup, është organi që ka thonë dietar që është më pozitive që ka mundësi me qenë edhe më negative që ka mundësi me qenë. Të dy javët. Domthonjë syni mund me bëu keq. Mund me bëu keq. Edhe mund me bëu mirë. Veshi mund me bëu keq, edhe mund me bëu mirë. Po me shku skajshmërisht mirë, edhe skajshmërisht keq, veç gjuha ka këtë opsion. Me një fjalë hin xhenet. Me një fjalë domthonjë që ti e thu, mund me hin xhenet. Me një fjalë mund me hin xhenet. Për këtë arsye dietarët e hershëm ka qenë traditë të tyre që ju nërujt shumë që çka po flasin, çish po flasin, çish po shfrytëzojnë gjuhën e tyre, çfarë çështje kanë në të folërit. Madje shumë prej dietarëve kur kanë këshilluar këtu në herë për kërkimin e dijes, subhanallahu, i na largu shumë për edukatës edhe metodës që kanë mësuar dietarët dijen këtu në herë të gjeneratat e muslimanëve të hershëm, ka thonën duhet që nxënësi i dijes para se t'ja nis me mësu dijen, do të me mësu qysh me hesht. Më mësue. Me marrën edukatën herë qysh duhet me hesht. Qysh nuk duhet me fol. Masi ta kryjnë që të mësim, tani ja nis me mësu. Pse kanë thonë?
Se ka thonë nëse mëson dijen, edhe nuk e mëson heshtjen, tani anis fol edhe nuk e din ku duhet me fol edhe nuk e din ku duhet me hesht. Kurse nëse mëson në esencë, në fillimisht heshtjen, çish duhet me hesht, çish duhet me fol pak, çish duhet nëse fol me llogarit vetveten, e kështu me radhë, atëherë edhe nëse më di tani mo e din çish me kanalizu edhe çish me shtina në për vena dur. E ku përmend edhe më herët për arsye se ky ders na shtallash edhe lloj përsëritje, sepse kur kena fol shpesh për çështjen e gjuhës nëpër këto këshilla, që është lidh tema, e kena diskutu, po kena fol edhe në këshillën e parë të Abu Bekrit, që domethënë tregohet për ta, Sobo tash 5 vjeta, 7 vjeta Sobo. Këshilla e parë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, që e ka pa njëherë Omeri tu e kap gjuhën. Edhe i ka thonë çka i të bo, çka ashtu ndodh. Thot pe kapi si lloj dënimi për ta, thotë se këta të këshilla që kemi ka pru. Kursa i ka qenë Abu Bekri radhiyallahu anhu. E aty kena fol pak më gjënësisht, po përsërit me disa gjëra, edhe ndoshta diçka e ri. Gazali rahimahullah e ka nda të folurit në 4 pjesë. Thot të folurit ndahet në 4 pjesë, thot. Ajo që është e mirë plotësisht, e hajrit, ajo që është e keqe plotësisht, ajo që ka hajra dhe të mirë, edhe ajo që s'ka as hajra as mirë. Ajo që është s'ka hajrë në ta, po dihet, s'ba me fol. Ajo që ka hajra dhe të mirë, të folurit, do të murujtën që mund është me rand të keqen, kështu që edhe këtu do të mos me fol. Ajo që s'ka dobi prej saj, domethënë as ki hajra, as ki domethënë sherr. Kjo ka thonë Gazali, kjo është rrezik, se nëse njeriu edhe që aty nuk e kontrollon veten, nuk ka siguri që nuk bën sherr. Tash ka met vetëm fjala e hajrit. Çka thotë Gazali, tash te fjala e hajrit është interesant që nuk e kisha menu sa më kon të e lexuar. Domethënë sa më kon të lexuar këta nuk e kisha menu. Thot ka met vetëm me fundit. Thot ajo që është fjala e hajrit. Çfarë gjendja soi, thot, megjithatë edhe në këta kohë thot rrezik. Edhe në fjalën e hajrit. Thot pse? Thot se ajo përzihet me gjëra që janë gjëna, sikurse syfatësia, ose paraqitja e vetës me atë çka nuk je, ose gibeti, ose lavdrimi i vetës, ose fjala e tepërt e cila e eskalon gjendjen. Domethënë, me një fjalë bëhet tepër edhe bëhet bajat. Edhe thot gjitha këto thot e rrethojnë thot edhe fjalën e mirë. Kështu që sipas Gazalit, prapë esenca është sa më pak që fol, çash më mirë i ki punë. Normalisht këtu nuk bën fjalë Gazali as dietar tjerë, nuk bën fjalë kur është bytje me fol për mirë, mi kallëzu njerëzve për fe, mi kallëzu të mirën, mi mësu diçka, kjo nuk është tema. Tema është kur jena të lirë. Mi po nëse e këshim i qëtë ndarje, atëherë fjalët e tona, mezhliset e tona, nëse janë hajr, elhamdulillah. Vesh më mundu murujt për qëtën e smujave tjera. Nëse janë sherr, po dihet. Nëse janë përzime, po dihet. Po nëse janë mohabete, që thëmë të na mohabete të lira, vallahi janë të lira. Të shinkon mohabete të lira dhe të pasë ata, na kishim e qenë ma të gëzumt me këtë qasje. Po problemi është se unë nuk e di. Nuk e di a muj minje me gjlise që e na ullë me dikan këna ne gjysore që s'kena bogi vetë. Nuk e di a muj minje me gjliset. Të më honë nashti muj minje me një dorë. A mu me thonë, po valla shpesh ndodhë i na ullë gjysore këna ne, edhe kur gjas kena folë sene që s'na takojnë, veç për mesele të fejës ose për mesele diçka shka është e dobishme edhe u kry mesele. Ja, pa hi diçka në tema tjera është tirë. Pse? Për arsye se standardi i bisedave tona përgjithësi, nuk po tham për krejt, po përgjithësia standardi i ulët. Domthon na në realitet jena të gatshëm me bisedu si popull, po tham, edhe me pa dikan të hije të dalë me anis me komentu, shka hinjeve, shka dul, shka pat, shka spat, pse këshyri, pse s'këshyri. Domthon tema tepër të larta që s'na përkasin ish. E lemo dikush me na fol me thonën, "Ton gata jeni mirë, çish vezda selam çike."
çka bunive, pse atë domthon shumë nivele ndryshme që na nuk i menojmë. A realitet to këtë janë pika që neve na regjistrojnë. Allah na fal. Elhamdulillah që janë veprat e mira që të gjënohe, çka bëhen gjatë ditës, inshallah me lehtë Zotit namazi, sadaka dhe këto i fshin. Për ndryshe falimentimi kish me qenë i sigurt. Thot një dietar, tregon Yahya al-Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, dietari i hadithit i madh, thot kena qenë te Shu'ba ka qenë domthon një prej dietarëve më të mëdhenj të hadithit. Madje dietar ka thonë që në aspektin e verifikimit të haditheve dhe rregullave të hadithit ka qenë më i madh se Imam Buhariu. Thot edhe Shu'ba, thot na tha, gjuha e njeriut është në 3 forma. Gjuha që është zbashku me mendjen, me logjikën. E ka logjikën të gjuha. Kjo është lloji i parë i njerëzve. Lloji i dytë i njerëzve e ka logjikën mendjen mas gjuhës. Edhe lloji i tretë i njerëzve nuk ka mendje hiç. Është kërkuniç. Thot ai që e ka mendjen të gjuha, thot ai para se me fole menon çka është desh me thonë. Tani fol. Ai thot që e ka mas shpinës, mas i të folin e menon çka ka thonë. Thot kjo është shumica e njerëzve. Mas i thonë, po çta e thasha, po hare inshallah. Ose ka mujt nash i menon vetën. Ka mujt nash i menon vetën, po hajt ta tham herë tani ta kçymish ka bëdet. Domthon kjo është praktikisht kjo i bën që ai nuk ashtu të e menu çka ashtu fol. Ai po fol tani po menon hënes. Domthon pe bën veprën tani po mendon a me bua mos me bu. Po krye ke bu më. Kjo i bën çështë, pe baj veprën, tani po mendoja me bua mos me bu, po ti e ke bu. E treta ata që s'kan mendje, ata që faktikisht nuk kontrollojnë as kur të folin, as masi të folin. Por ata është këtë njëjtë. Abdulrahman ibn Mehdi, po ashtu dietari i madh i hadithit të Mocaniki këtyre dietarëve, kur i kallzon ky nxënësi vet, thotë çto thotë na tha, thotë Shu'ba, thotë këtë fjalë të bukur, thotë Shu'ba vetë pas ka kallzu pe kujna ka marrë se nuk ka fjalë latina. Realitet kjo fjalë mund më konë edhe pe Shu'bës. Po pse ka thonë këta Abdulrahman ibn Mehdi? Për arsye se ata fjala e mençur ka pas vlerë të madhe. Edhe thot Abdulrahman ibn Mehdi thot fjalë, domthonë fjala shumë e bukur që e kam dëgjuar ndonjëherë thotë edhe për fat keq thot shumica e pejneve thotë ina te pika e dytë. Që folmi taj na bjen mend çka kena vol. Tani ja nisim me kontrollu vetë. Ky dietar i madh i hadithit. Thotë edhe sa e bukur kjo fjalë se mendoj që e ka thonë Shu'ba, thotë po faktikisht e ka nipe dikon tjetër. Çka ka dëshmë thonë? Ka dëshmë që ndoshta e ka nipe i sahabeve. Ndoshta e ka nipe gjeneratave, halama, tartase, fjala shumë e vlerë. Për një me dashur vllazni, kjo është praktika e njerëzve. Për këtë arsye arabët e kanë përdorur, kanë thonë në bazë të folurit e një mençurinë e njerit. Si të folin shumë, ku me ditë sa më koni mençur, nuk është i mençur. Pse? Se nuk ka mundësi me pas mençuri të lakmume, por derisa nuk i kontrollon gjuhën e vet. S'ka mundësi. Po ashtu thon fjalë të bukur, ashtu thon fjalë interesante. Po. A mos si mos nalë të fol, dihet që ky person ka probleme me i perceptu gjërat. Dhe ka probleme me i perceptu pasojat. Dhe kjo është ajo që na e kena jetën tonë praktike. Shumë probleme ndodhin për shkak gjuhës. Domun ke mujt me ruaj gjuhën, po si kemi menu pasojat. Për këtë arsye dietar që thash edhe më herët, përgjithësi muslimanët e hershëm kanë folë shumë më pak, edhe kanë ruajtur gjuhën shumë. Tregohet për Ata ibn Abi Rabah, që ka qenë prej tabiinëve të mëdhaj, nxënësi i Ibn Abbasit. Thonë nxënësat e tij, thonë kena shoqëruar 30 vjet në Mekë. Thotë edhe nuk e kena pa ndryshe, thotë vetëm se ose tu kallzu dije, ose tu i mësu tjerët, ose tu i urdhnu për të mirë, tu i ndalu nga e keqja, ose nëse ka fol veç kur ka pas nevojë. Veç kur ka pas nevojë.
Jo, hajde pul me shto u boj muhabet. Po ku ka pas nevojë ka fol, për ndryshe nuk ka fol. Edhe e ngjashme është transmetuar edhe për Abdullah ibn Mesudit. Ka thonë ruajeni prej të folrit të tepërt. Dhe nga se njeriu let flet vetëm atëherë kur ka nevojë. Po ashtu tregohet për një dietar që ka pasur emrin Muwarriq al-Ijli. Thot, ky dietar i thot 10 vjet, i thot një prej nxënësve ose shokëve vet, thot që 10 vjet thot jam tu e ushtru vetëm për diçka të halas se ku më rri. Edhe ky menon ku më di çka që 10 vjet. Thot çka ku ka ajo, thot ta kshymin ashtu edhe na, thot jam tu munu me mësu vetëm mos më fol shumë. Thot po halon e ke ku më rri. Është interesant që ky dietari ka qenë për gjeneratave tabiinëve të mëdhaj. Tabiinët e mëdhaj është për qëllim ata që i kanë zonë sahabët e mëdhaj, që kanë lind, ndoshta më një herë mas i ka vdek profeti, edhe i kanë zonë sahabët e mëdhaj. Domo ky ka transmetuar hadithe pe Omerit, ka transmetuar pe Ibn Omerit, ka transmetuar pe disa sahabive të mëdhaj, pejgamberi sa që përmend Imam Dhahabiu në Sirr. Ky me një vend tjetër thotë që 20 vjet jam tu e lut Allahin për diçka, thotë edhe hala nuk më ka përgjigj. Që 20 vjet. Jo 20 ditë, as 20 muaj, 20 vjet. Thotë jam tu e lut Allahin për diçka, hala s'më ka përgjigj. Po unë jam tu vazhdu. E tash një person që ka qenë ibadetxhi dhe dietar i madh. Edhe transmetuesi haditheve, pe Omer radhiyallahu anhu ka transmetuar hadithe. I njëti person thotë që 10 vjet jam tu munu me rujt vetën, mos më fol shumë, me hesh ma shumë, me fol ma pak, thotë hala se ku më rri. Dhe më një gjihad 10 vjeqar për një edukat e cila është ajo far motoja e një muslimanit. Pamja më e bukur edhe ajo far emblema dhe ajo far heshia më e bukur e një muslimanit. E që është ruajtja e gjuhës. A dhe dashur vllazni, kjo është gjihad i vazhdueshëm. Është mundi, është orvatje, po është edhe shpërblim. Andaj mundohemi që për një merë nëse do të diçka me burgos në trupin ton, mundohemi që vazhdimisht të jetë pjesë e kësaj qasje ton, burgosja e gjuhës, ruajtja e asaj çka po flasmi, shfrytëzimi i kohës në fjalë të mira, në muhabetet hajrit dobishme, në tema që kanë hajra dhe kanë dobi, edhe shembulltyra që kemi mundësi m'ia udhëzon tjerëve përmes kësaj edukate dhe këtij morali të lartë. Allahu na rujt e na drejtoft, e na përmirësoft. Alhamdulillahi rabbil alamin.